Po, qendra testimit është e gatshme për pranimin e nxënësve për testim, gjithçka është duke shkuar deri më tani në rregull. Po, ajo është kompetencë administruese brenda klasës, se si ata e menaxhojnë atë klasë, atë qendër testimi, dhe natyrisht së fundi Ministria e Arsimit ka nxjerrë ligjin për maturën shtetërore, ku dënimet janë shumë të rrepta dhe gjithsesi secili administrues duhet të ketë kujdes në mbarvajtjen e këtij procesi. Sa nxënësa do të testojnë në këtë qendër? Diku 150 nxënës.